Unë gjithçka që e kam, nuk e kam prej Zotit, po e kam nga aftësia ime, thoshte. Allahu na ruajt. Allahu na ruajt kur njeriu fillon edhe mendon se çdo gjë e ka nga vetja e tij. E ka në sajtë atributeve ti, e ka në sajtë aftësive edhe të mundësive ti, se është i shkathët, se është më i zgjuar se tjerët, se është më i mirë se tjerët. Ndërkohë që ka të tjerë që punojnë më tepër, mund të jenë edhe më të zgjuar, subhanallahu. Allahu xhalleshanuhu e ndan rrezikun edhe i jep gjithë secilit atë që ka caktuar Allahu xhalleshanuhu. E ne e dim shumë mirë se pasuria nuk është kriter. Sepse Allahu xhalleshanuhu pasurinë ja dha edhe atij që është besimtar, edhe atij që është njeriu i mirë, edhe atij që nuk është besimtar, edhe atij që nuk është njeriu i mirë, Zoti na ruaj. E sikur të kishte qenë kriter pasuria, pasha Allahun s'ia jepte Zoti xhalleshanuhu atyre të cilët nuk besojnë ose atyre të cilët nuk janë njerëz të mirë. Porse kriter është ndershmëria, kriter është të jesh njeri i mirë, kriter është të jesh besimtar i mirë. E besimin e mirë dhe vlerat Allahu xhalleshanuhu ja dha atyre cilët do me ngritë dhe do me nderu. Elhamdulillah.